Kriza e Vllaznisë po thellohet ndjeshëm në fazën më vendimtare të sezonit. Shkodranët pësuan një tjetër disfat, këtë herë me rezultatin 1-0 ndaj Tiranës në sfidën e javës së 35 të Abiznet Superiore, zhvilluar në stadiumin Selman Stërmasi. Ndeshja u vendos që në minutën e 15 kur Silva shndërroi në gol një goditje nga pika e bardhë, duke dhënë avantazhin vendasve. Vllaznia megjithse pati kohë për të reaguar, nuk arriti të konkretizojë rastet dhe të rikthehet në lojë. Kjo humbje konfirmon një moment tepër negativ për kuqeblut, që tashmë regjistrojnë disfatën e 4 të radhazi në kampionat. Një seri rezultatësh që ka zverur ndjeshëm ambicjet e një skuadre që deri pak javë më parë shihej si pretendente serioze për titullin. Rënja e formës, mungesa e efikasitetit në sulm dhe pasigurit në lojë po reflektohen qartë në rezultatet e fundit, duke vënë në diskutim stabilitetin e skuadrës në këtë fazë kritike. Nga një pretendent për majën, Vllaznia po përjeton një krizë që kërkon reagim të menjëhershëm nëse synon të shpëtojë sezonin dhe të rikthejë besimin brenda dhe jashtë fushës.